kur dëgjon një parafolës këtu, e di çfarë mendon njeriu, çfarë masakrimi i keni bërë ju deputetit të Kuvendit të Shqipërisë. Masakër. Është masakër, ja, edhe kjo tjetra. I keni një 3-4 këtu që e keni katandis emrin e deputetit në atë pikë sa njeriu normal thot, ore, s'mund të jem më deputet me këta. Katandisje e rënd, iku kjo, por që është jua. Tani, zotri kryetar, është tradit e vjetër parlamentare që avokati i popullit të zgjidhet me konsensus këtu dhe gjithmonë opozitës i është dhënë e drejta e propozimit të kandidatit. Dëgjuam këtu që jo e kemi shpik ne ligjin, e kemi bërë ligjin, par ne themur ignorant, sepse Ermir Dobiani, kur është votuar në këtë parlament, kandidat për avokat populli, nuk keni qenë ju fare në pushtet që të keni iniciuar ligje. Kështu mos i ka qenë Sali Berisha dhe ka qenë kandidati Partisë Socialiste përballë Sali Berishës dhe Ermir Dobiani. Pret. Atë pra, pse të nxjerr gënjeshtar, nuk duhet të djeg se gënjeshtar e gënjeshtar. Mund të thuash se ti jam ignorancë, ai tjetri, ta falim, nuk do të thotë ignoranca falet. Ignoranca falet, ama gënjeshtra dhe mashtrimi nuk falet. Prit, të lutem, por që Niko, ta mbaroj. Tani cili është thelbi, zotrin, doni t'i jepni opozitës avokatin e popullit apo e doni ta emroni vetë. Po që se ju doni t'a jepni opozitës, procesi futet në ullin institucional. Me datën 2 dhjetor, grupi parlamentar ju ka dërguar një njoftim. Ta përfundoj fjalën, ishte për procedurë, 3 minuta. Po, me datën 2 dhjetor, pasi Komisioni Ligjeve vendosi që nuk mundet një deputet të firmos më shumë se një emër, grupi parlamentar ka dërguar një kërkesë për tërheqjen e gjitha firmave për çdo pretendent për kandidat. A ju doni lepurin e Surrelit? Sepse duhet t'i bëj avokatin Surrelit dhe partisë dhe jo avokatin e popullit. Është çështje juaja, zgjidhni ju, por jo ne. Avokati do jetë i partisë dhe i Surrelit, por nuk është avokati i popullit. Ndaj vendosni. Edi Rama ju ka ardhruar të rëmbeni çdo gjë keni rrëmbyer. Ju nuk njihni limit. Rëmbeni para, rëmbeni taksa, rëmbeni njerëz dhe zhdukni. Ju nuk njihni gjë në rrëmbim. Ju çdo gjë rëmbeni. Rëmbeni dhe këtë, por nuk ka lidhje me opozitën. Opozita nuk e njeh lepurin e Surrelit Endri Shabani si kandidat të mbështetur nga ajo. Kaq. Opozita. Fjalën ka zoti Igli Cara për procedurë, ju lutem përmbajmë unë procedurës. Faleminderit zoti kryetar. Pas ministri Toni Gogu. Në fakt, nuk e mendoja kur që do të zgjaste kaq shumë kjo pikë e rendit ditës, sepse nga përvoja sepse në fakt nuk mendoja kur që kjo mazharancë do të insistonte kaq shumë në një element kaq të qartë juridikisht, por mbi të gjitha dhe moralisht. Historia ka treguar që ka pasur një precedent më parshëm ku gjithmonë avokati i popullit është propozuar nga opozita. Por ne